një dhimbje në fund të barkut, apo një fuqër e lehtë e vogël e padimshme e quajtur chankri që del në organet gjenitale, në të cilën ndodhet ajo që është shkaktari i sifilisit treponema pallidum, bën që gruaja të ndjejë diçka, por të mos drejtohet tek mjeku ginekolog. Çfarë ndodh në fakt gjatë një sifilisi? Në fazën e parë, një 2 javë qëndron kjo fuqër e fortë, e vogël e padimshme, ndërsa më pas ajo treponema ka hyrë në gjakun e pacientes. Duke hyrë në gjakun e gruas apo të personit mashkull, ajo që fillon të jap pas 4-5 muajsh një klinik tjetër, sikur është sëmurë me një grip, një dhimbje të lehtë në fund të barkut, një temperaturë subfebrile, ndoshta një dobësim dhe rënje e plotëve, që bën patjetër që pacientja të drejtohet tek mjekët ginekolog. Në qoftë se nuk drejtohet, çfarë ndodh? Atëherë ky bakter që quhet treponema pallidum mund të kapi trurin, duke dhënë serosifilisin, mund të kapi zemrën, duke dhënë kardiosifilisin dhe në fund pacienti ndron jetë. Pra, ka sëmundje seksualisht të transmetueshme, të cilat në qoftë se neglizhohen, patjetër që pacienti mundet jetën.